Mirë mbrëma. Shumë faleminderit Valbona, shumë faleminderit gjithëve. Kështu është jemi pak më të kujdesshëm. Shenja e dashit gjatë kësaj hëne të plot është shumë e fuqizuar. Drejtuesi i shenjës së dashit pra Marsit do t'jeti vendosur tek shenja e Shigjettarit, e cila është një tjetër shenjë zjarri, prandaj dhe jep një fuqizim vërtet shumë të madh, por jo vetëm nga kjo. Është e vendosur dhe një njoll fiks i cili jep një fuqi shumë të madhe sepse ndodhi tek yjesia e Herkulit. Kjo do thotë që jep edhe një fuqi fizike, do të jenë shumë aktiv. Nga ana tjetër jep edhe nder. Pra dhe një ndjeshmëri shumë të madhe, jep nevojë shumë të madhe dhe për dije. Për këtë arsye, shenja e dashit nga kjo hënë plot është një nga shenjat më të ndikuara pozitivisht. Do të kemi një rritje të konsiderueshme në botë kuptimin e tyre, duke qenë se tashme e shikojnë gjithçka më thellë, fuqinë që kanë nuk e shpërdorojnë, nuk janë impulsiv. Pra, në këto momente dashi është rritur, është pjekur dhe arrin që të përdorë çdo gjë në avantazhin e tij. Balanca që krijohet në këto momente, edhe në marrëdhëniet e tyre sentimentale, detyrimisht i ndikon ata në mënyrë shumë pozitive dhe i ndihmon për të krijuar edhe një mirëqenie vërtet shumë të madhe ekonomike. Kjo hënë plot për ta do me thënë edhe mbarimin e periudhës e cila do të thotë e cila ka pasur probleme me të ardhurat materiale, në qoftë se kemi pasur ne vetë probleme për të ditur se ku do të investonim, se cilit janë personat e shëndetshëm ose që na nevojiten për të krijuar stabilitetin tonë ekonomik apo për të kaluar kohën. Kjo është periudha ku të gjitha këto pikë pyetje mbarojnë. Duke qenë se Marsi do të ketë edhe kënde pozitive me Plutonin, kjo do thotë që kemi në këto momente një stabilizim vërtet shumë të madh të fuqisë së tyre të brendshme dhe pasqyrimin e saj në botë. Kjo hënë e plot shenjën e dashit ta prek pikërisht te të ardhurat materiale. Këtu do të kemi një rregullim të dukshëm siç e përmenda dhe pas kësaj, duke qenë se do të krijojë një stabilitet vërtet shumë të madh ekonomik në materie, do të fillojë që të fokusohet më tepër tek çështjet shpirtërore, ku edhe këtu do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Do ta riperceptoj edhe një herë anët e shpirtërore, do të ketë një rritje këtu dhe kjo normale që do ta bëjë atë njerëz shumë më të thellë, do të ndihmojë që të krijojë edhe një farë drejtësie në jetën e tyre, sepse gjithçka do ta shikojnë në një dimension më lart. Kjo hënë plot për shenjën e dashit ka një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv siç e vini re dhe pothuajse në çdo aspekt të jetës. Duke qenë se do të krijojë stabilitet ekonomik, një vlerësim vërtet shumë i mirë dhe i shëndetshëm në për çdo gjë që ka aktualisht në jetën e tyre, kjo detyrimisht do të ndikojë ata edhe në çdo aspekt tjetër të jetës, në çështje sentimentale, për të krijuar lidhje të reja shumë më të shëndetshme, po ashtu edhe për të stabilizuar nëse kanë pasur probleme deri tani në marrëdhëniet e tyre afatgjata, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në karrierë ku mund të kemi një rritje kolosale, më duhet të them. Të gjitha problemet që mund të kemi pasur tek bota e tyre brendshme, që mund t'i kemi bile deri tek hëna e plot, pas nëse plot do të mbarojnë. Shëndeti për dashin është një lloj siç ishte ndikime të përgjithshme, nuk është se ka diçka specifike. Faleminderit shumë edhe ju. Okej, pra, natën e mirë.